Hej, përshëndetje nga unë Margarita. Sot dua të flas për gruan që ka mbajtur ëndra në zemrën e saj, për të qenë e pavarur, për të qenë gjithnjë e zonja, edhe kur jeta dhe përgjegjësitë i kanë rënduar shpirtin. Për gruan që ka vazhduar përpara, edhe kur rruga ka qenë e paqartë. Si gra në biznes ne përballemi me sfida që shpesh nuk duken. Si dyshimi në veten tonë, frika nga gjykimi i njerëzve, ajo lodhja emocionale nga përpjekja për t'i bërë të gjitha, dhe ndonjëherë edhe mungesa e qartësisë, se cili do jetë ai hapi i radhës. Ka ditë kur zemra jonë di çfarë dëshiron, por ajo mendja na mbush me pyetje. A jam gati? A jam mjaftueshëm e zonja? A do t'ja dal? Por këto sfida nuk janë shenjë dobësie, janë shenjë rritjeje. Frika nuk vjen për të na ndalur, po për të na treguar se shpirti ynë po kërkon zgjerim. Biznesi për ne gratë nuk është vetëm për të ardhurat. Është një udhëtim shërimi dhe fuqizimi. Është ai procesi ku ne mësojmë të vendosim kufi, ku fillojmë të besojmë tek ai zëri ynë i brendshëm dhe të zgjedhim veten tonë pa u ndjerë në faj. Në këtë hapësirën sot dua t'ju kujtoj, asnjëherë nuk jeni vonë. Mos thoni kaluan vitet, mos thoni nuk e kemi moshën. Asnjëherë nuk do jeni vetëm, edhe kur ndiheni të pasigurta. Dhe çdo hap që ju bëni në biznes, edhe ai më i vogli, por i bërë me besim dhe me qëllim, nuk ndërton vetëm suksesin tuaj, por ndërton liri për ju, dritë për fëmijët tuaj, por edhe për gratë që do vinë pas jush. Unë ju falenderoj gjithmonë që më ndiqni, uroj sot të keni një ditë të mbarë dhe shihemi nesër në live-in e radhës. Bye bye nga unë Margarita.